Ankesa ndaj burrit. Gjatë kohës së kalifatit të tij, Aliu, paqja qoftë mbi të, e kishte marrë vetë në dorë pritjen e ankesave dhe nuk lejonte njëri tjetër të bënte këtë punë. Gjatë të ditëve të nxehta, kur zakonisht njerëzit gjysmën e ditës se kalonin brenda në shtëpi për të pushuar, ai rrinte ulur në hijen e murit të pallatit dhe nëse dikush do të kishte ndonjë ankesë, vinte pa asnjë pengesë e ja shprehte drejt për drejt atij. Nganjëherë, dilte edhe në rrugina e rrugë për ta parë nga afër me sytë e vet gjendjen e shoqërisë. Në njërin prej ditëve të nxehta, i lodhur dhe i djersitur, shkoi tek vendi i punës. Pa përpara portës një grua. Sapo gruaja pa Aliun, i dori para dhe i tha se kishte një ankesë. "Im shoq është treguar i padrejt me mua. Më kanë nxjerrë nga shtëpia dhe përveç kësaj, ka dashur të më rrah, po u ktheva në shtëpi, do të më rrah, ka thënë. Tani kam ardhur tek ti për drejtësi." "O rob Zoti," i u kthye Aliu. "Tani është shumë nxehtë, prit deri pas ditës sa të freskohet pak dhe me dëshirën e Zotit do të vi vetë me ty dhe do ta rregulloj punën. Po, do të rri për kohë të gjatë jashtë shtëpisë. Kam frikë se ai do të inatoset edhe më shumë dhe do ta kem më keq punën," tha gruaja. Aliu e uli kokën për një çast, pastaj e ngriti prap dhe pëshpëriti. "Jo, për Zotin nuk duhet vonuar e drejta e të shtypurit. Duhet marrë e drejta e tij patjetër nga shtypsi dhe inati i shtypësit duhet shkulur nga zemra e tij. Me trimëri dhe pa frikë, duhet qëndruar përballë shtypjes dhe duhet marrë e drejta." "Më thuaj, ku e keni shtëpinë?" pyeti Aliu. "Në filan vend," u përgjigj gruaja. "Ikim." Aliu nis së bashku me gruan dhe shkuan tek dera e shtëpisë. Aliu qëndroi para derës dhe thirrri. "O Zoti i shtëpisë, selam aleikum." Nga shtëpia doli një i ri. Ishte burri i asaj gruas. I riu nuk e njohu Aliun, vetëm pa që me gruan e tij ishte një burr plak afër të 60-tave. E kuptoi që gruaja kishte sjell këtë burrin për përkrahje dhe ndihmë e nuk foli asnjë fjalë. Aliu, paqja qoftë mbi të, i tha: "Kjo zonja, e cila është gruaja juaj, ka një ankesë, thotë që e keni trajtuar keq dhe e keni nxjerrë jashtë nga shtëpia. Përveç kësaj, e kërcënoni se do ta rrihni. Unë kam ardhur t'ju them, kijeni frikë Zotin dhe silluni mirë dhe me dashuri me gruan tuaj." "Ç'lidhje ka me ty që unë jam sjell mirë apo keq me gruan time?" pyeti i riu. "Po, unë e kam kërcënuar se do ta godas, por tani që ajo ka ardhur tek ti dhe të ka sjell ty, e ti mi thua mua fjalët e saj, do ta djeg për së gjalli." Aliu, sapo dëgjoi këto fjalë, rrudhi vetullat, vuri dorën tek doreza e shpatës dhe nxori atë nga këllëfi dhe tha: "Unë po të këshilloj që të bësh ashtu siç të thash. E ti më përgjigjesh mua në këtë mënyrë? Më thua me njëherë që do të djegësh gruan? Kujton se bota nuk ka llogari as pak?" Kur Aliu e ngriti zërin e tij, njerëzit që po kalonin nga rrugica u mblodhën aty. Kushdo që vinte, i përkulej Aliut dhe i thoshte: "Selam aleikum, o emirul mumenin." I riu fotull, tani e kuptoi se përballë kujt njeriu kishte qëndruar. U shastis dhe ra me njëherë në gjunjë duke kërkuar falje. "O emirul mumenin, të lutem më fal, e pranoj gabimin tim. Betohem që tani se do të kujdesem për gruan dhe do të bëj çfarë të doj dhe të urdhëroj ajo." Aliu u kthye nga gruaja dhe i tha: "Tani shko në shtëpinë tënde, por dhe ti ke kujdes që të mos sillesh në atë mënyrë që ta detyrosh atë të veprojë kështu."